Me syt vetëm nga indësimi dhe bonusi i fundvitit, por duke harruar që ekzistojnë edhe mënyra të tjera për të përfituar një masë më të lartë pensioni në pleqëri, një alternativë është pensioni privat. Pavarësisht se po rritet vazhdimisht numri i shqiptarëve që zgjedhin të kontribuojnë dhe për një pension të tillë, raporti me kontribuesin në skenën shtetërore të sigurimeve shoqërore është i thellë. Sipas të dhënave nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, numri i anëtarëve në fondet e pensioneve private arriti mbi 48.000 në fundi 6 mujorit, duke u rritur me 7.4% në krahasim me vitin e kaluar. Skemës së pensioneve private rezultojnë të jenë shtuar 3.350 kontribues të rinj. Pavarësisht kësaj, numri i anëtarëve pasiv është rritur gjithashtu, pra i atyre që kanë qenë tashmë një llogari në fond, por nuk paguajnë kontribute. Qytetarët kanë mundësi që të investojnë paratë e tyre në 8 fonde të pensioneve private, të cilat administrohen nga 4 shoqëri. Paratë që qytetarët derdhin për një pension privat, shoqëritë administruese të fondeve të pensioneve private i investojnë vetëm në titull qeveritar, pra në bono thesari dhe obligacione, dhe nuk i investojnë në forma të tjera, si për shembull depozitat bankare.